Parlamenti Evropian do të hapë një zyrë në Shqipëri për të forcuar më tej angazhimin e tij me Ballkanin Perëndimor. Në një njoftim në websajtin zyrtar të Parlamentit Evropian thuhet se në kontekstin e tensioneve në rritje gjeopolitike dhe momentit të rinovuar pas zgjerimit të BE-s, zyra e re e Parlamentit në Tiranë do të shërbejë si një pikë kyçe kontakti midis Parlamentit Evropian dhe parlamenteve kombëtare, shoqërisë civile dhe partnerëve lokal në Ballkanin Perëndimor. Zyra do të promovojë pozicionet dhe aktivitetet e Parlamentit veçanërisht në lidhje me pranimin në BE dhe do të mbështesë demokracinë dhe reformat institucionale në rajon. Ai gjithashtu do të ndihmojë në përgatitjen dhe ndjekjen e vizitave zyrtare nga eurodeputetët, ndërkohë që do të forcojë bashkëpunimin me aktorët e tjerë të BE-s në terren dhe me organizatat ndërkombëtare dhe të shoqërisë civile. Krijimi i një zyre të Parlamentit Evropian në Tiranë nënvizon angazhimin e fortë të Parlamentit për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt antarësimit në BE, duke nxitur stabilitetin, demokracinë dhe lidhjet më të ngushta midis BE-s dhe fqinjve të saj, thuhet në këtë deklaratë.